atje qëndron një kohë dhe atje edhe martohet. Domethënë krejt fëmijët e Jakubit këtë kanë lind atje. Domethënë mirë po, çështja është se atje po ndahen tash fëmijët mbas nanave të tyre. Se Jakubi nuk i kishte vetëm një bashkëshorte, por ishin 4 bashkëshorte të tjera. Jo këtë për një herë marton për cilës lindin 7 fëmijë, pastaj martohen me 2 të tjera, për cilëve i ka me njënën 2, me njënën vetëm një fëmijë dhe me nënën e Jusufit, që quhet Rahil, që e lind Jusufin dhe Benjaminin. Edhe nga këto e kuptojmë se ka një ndarje tash mes vllaznive. Për të kuptuar rastin pse ka ardhur ngjarja e Jusufit atë në Kur'an, ku tema kryesore është smira dhe hasedi vëllezërve mes vete. Hasmëria që i kishin, xhelozia që i kishin. Pse? S'ka lind masane kjo hasmëria. Po ishte e hershme. Fillesat i ka pas. Fillesat i ka pas çysh në zvogël. Pse? Se me gruan e parë, ato të 7 fëmijët ishin shumë të mëdhej, në dallim i madh në moshë. Zakonisht prindi ndaj Jusufit, si Jakubi kishte tregu dashuri shumë madhe për shkak moshës së tyre të vogël. Njëri e don çdo herë atë që është më i vogël për shkak të moshës. Pastaj për shkak se flitet sipas disa ngjarjeve se edhe Jusufit i vdes nëna herët. Tash plus i vogël, edhe jetim, normal dëmshëria e prindit shkon ka ai. Edhe Jakubi tregonte pak tërheqje më shumë nga Jusufi dhe Allah dhe zhej kishte dhënë bukuri. Sikur që flitet se gjysma e bukurisë të dunjas ishte te Jusufi alayhis salam. Edhe normal se tërhek, bukuria tërhek secilin. E këta e kishin vërejt fëmijët e tjerë. Dallimin që ndoshta nuk ishte i qëllimshëm.